Një buqete e madhe me portokalle e mandarina vendi një gjë kaq unike për Kiarën i erdhi si një surprizë njëkohësisht për marketing dhe për dëshirën e mirë që ka çdo biznes për të bashkëpunuar me të bukurën tone. Kiarën dita ka qenë e qetë një fundjavë shumë e këndshme ku ajo e ka kaluar me Lunushin dolën Xhiro e ndërsa babi Luizi i beri udhëtimin djenë mbrëmje për të dhënë një super performancë të shkëlqyer në Itali bashkë me dy e tij personal. Kiara na ka shprehur a na pëlqen kjo super buqet dhe a do të donit ju një buqete të tillë kaq të veçantë ku jo çdo kush mund ta bëjë. Kjo buqet nuk është dekorative ndryshe nga të tjerat, kushton me shumë, gjithashtu është e ngrënshme, pasi çdo koker nuk është e dëmtuar mund të konsumohet, ndërsa lulet që marrim si buqeta maksimumi 2 javë zgjasin dhe vyshken, ndërsa kjo është më ndryshe nga të tjerat. Sa bukur kur ka të tilla krijime kaq të bukura dhe të vyera ku përveç kreativitetit është dhe shija mbi të gjitha. Ju do thoni çfarë ndodhi me buqetën Lunushi sapo e ka parë menjëherë ka keputur kokrën e pare, por Kiara se pari ka bere disa poza pasi trazovacia e vogël i pëlqen shumë frutat. Përveç kësaj ajo është mrekulluar kur ka parë kaq shumë fruta dhe i është dukur si një pemë ku Lunushi do t'i kepusi vetë me dotkat e saj të vogla. Gjithë këto kokra me ngjyre kaq të shëndritshme është një gjë shumë e bukur kur shikon të lumturohet e vogla dhe të rendi mbas frutave. Po ju a do ta pëlqenit një buqet me kaq shumë fruta dhe nëse do ta merrnit a do lejonit një vogelush që e keni pjesëtar familje e tua? Prishi këtë surprize, presim komente të bukura, ju duam shikim të këndshëm, ne vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.